një muaj që po e përdor, kështu që është një review e mirë fillt. Ndryshe nga kremrat e tjerë që unë përdor zakonisht, ky është me filtra kimik. Dhe unë kam fytyrë të ndryshme pro-akneike. Ky është nga firma Anua dhe është ky Heartleaf Silk Moisture Sunscreen. Pra, siç mund ta shikoni, përhapet shumë mirë dhe përthithet goxha mirë. Nuk është mat, por lë shumë pak shkëlqim, pra nuk e yndyrros fytyrën, gjithashtu nuk lë as atë kastin e bardhë. Nuk më ka shkaktuar as ndonjë irritim, as akne, as gjë. Pra, në vija të përgjithshme, më ka pëlqyer si produkt. Pra, ky është finishi që lën në lëkurë. Mendoj se është shumë i mirë dhe duket shumë bukur dhe shumë i shëndetshme lëkura. Tani të vendos pak vetullat në vend me gel. Për buzët, një lip balm me ngjyrë, edhe ky është nga një brand korean. Më pëlqejnë shumë produktet e koreanëve. Dhe tani i ka të çaj gocën në qerë.